Shëndetje të nderuar miq, rikthehemi së bashku në Mes Jush, te ky podcast ku ne i japim hapësirë kandidatëve tanë në të gjithë vendin. Sot kam të ftuar dy kandidate në qarkun e Fierit, Hava Hoxhaj dhe Floreta Gjino. Mirë se keni ardhur. Mirë se u gjetëm, kënaqësi të jemi me ju. Mirë se ju gjetëm, kënaqësi për ftesën që na keni sjellë. Atëherë, si ju duket kjo studia jon? Unë po e thoja edhe pak më përpara, një ambient shumë i ngrohtë dhe mikpritja juaj na bëri të ndihemi mirë, njësoj sikurse është dhe partia jonë, kështu që direkt e vëre këtë detaj. Po ndihemi shumë mirë. Floreta, juve? Unë do të thoja që hapësirë e kujdesur, më tepër e kullandrisur me kujdes çdo detaj në një hapësirë të konsiderueshme me të gjithë elementet e nevojshëm. Okej. Ka humbur shumë kohë, po kjo fjala kulluandrisur, çfarë fjala është se nuk e dinë të gjithë? Kjo është fjalë që i përket dialekteve dhe krahinorizmave. Ktu do të kemi parasysh që në zona të ndryshme patjetër që do të ketë ndoshta shqiptim të ndryshëm, por fjala kullandris vjen unë e përdor nga zona ime, nga qyteti im, nga Gjirokastra. Pra ju jeni nga Gjirokastra Po jam. dhe kandidoni në në Fier. në qarkun e Fierit. Si ka ndodhur kjo? Po sepse në Fier unë jam martuar, kam krijuar familjen time, kështu që patjetër që tashmë përfaqësoj qytetin e Fierit. Atëherë fierakët do kenë një një kombinim nga i cili besoj do përfitojnë më shumë, sepse do ketë element edhe të kulturës dhe traditës gjirokastrite, po edhe asaj fierake në kandidaturën tuaj. Hava, po juve si mund të prezantoni veten tuaj? Kush jeni ju për ata që na ndjekin? Atëherë, unë jam Hava Hoxhaj, kam mbaruar studimet e larta bachelor për sociologji, master për administrim të institucioneve në sistemin e drejtësisë. Unë të them që vogël jam rritur duke dëgjuar çdo ditë për politikë në shtëpinë time. Kjo për arsye se babai im ka qenë i përfshirë dhe ka qenë edhe ka shërbyer për politikën shqiptare. Çfarë pozicioni? Ka qenë kryetar komune për 2 mandate, nga 2000 deri në 2007 Mhm. dhe më pas ka qenë edhe kryetar partie, nga 2006 deri në 2009. Ka kandiduar edhe si kryetar i pavarur vite më vonë. Dhe ka qenë një shembull frymëzimi për mua, që e vogël e ndisha atë nëpër mitingje, nëpër mbledhje dhe ëndërroja që kur të rritesha të bëhesha si ai. Po mirë, ai ka qenë në një parti tjetër apo jo? Patjetër, ka qenë në Partinë Socialiste. Ndërkohë që juve jeni sot kandidate në këtë fushatë për Partinë Socialdemokrate. E vërtet. Atëherë, siç po thoja, kur isha e vogël e kisha frymëzim babain tim dhe politikën dhe ëndërroja që kur të rritesha t'i ngjaja atij dhe të kontribuoja për vendin tim njësoj sikurse dhe ai. Kur u rrita, u përballa me një politik që nuk ishte në realitetin e vlerave dhe parimeve të mia. Ndaj dhe vendosa që të mos përfshihem në politikë për shumë vite. U mora me kompani të huaja, po kam ndërtuar edhe përvojë shumë të mirë në menaxhim, në komunikim, në leadership dhe arrita në këto momente ta ndjej që është koha e duhur që unë të jap kontributin tim me partinë e duhur, që është Partia Socialdemokrate, të cilën prej kohësh e simpatizoj për vlerat që kjo parti ka. Okej, do ju pyes pak më vonë për vlerat e që ju shikoni tek Partia Socialdemokrate, po Floreta, po juve, ma mund ta thoni diçka më shumë për përvojën tuaj dhe për këtë hap që keni bërë për të kandiduar, pra pse kandiduat në këto zgjedhje dhe pikërisht për Partinë Socialdemokrate? Atëherë, unë në profesion jam mësuese dhe realisht gjatë përvojës time si mësuese më ka ndodhur të takoj gjyshrit, prindër, edhe nxënës dhe realisht kjo gjë më ka bërë që të kuptoj. Nëse duam që të kemi sukses dhe të arrijmë gjërat për një përfundim të mirë, duhet që të kemi bashkëpunim edhe të dëgjojmë njëri tjetrin. Dhe në fakt çështja e kandidimit tim si deputete lidhet edhe me këtë pjesë, nuk është se unë për herë të parë vi këtu me kandidimin si deputete, por vi edhe nga zgjedhjet që janë bërë në 2023-shin si pjesë e Këshillit Bashkiak të Fierit. Pra ju jeni edhe këshilltare. Po. Okej. Dhe realisht kjo më ka bërë që njëkohësisht përveç punës edhe si këshilltare të shikoj më nga afër dhe më konkretisht problematikat që janë në qytetin tim. Në këtë mënyrë mundem që të paktën na të ndihmoj për përmirësimin
e kushteve të jetesës në qytetin tonë. Sepse të them të drejtën, unë kam familjen time. Nuk më ka ndodhur që ose më saktë ne nuk kemi planuar që të shkojmë emigrant nëpër vende të tjera. Ama kur unë e shikoj, dua më të mirën për veten time, dua më të mirën për fëmijët e mi, dua më të mirën edhe për miqtë dhe shokët e shoqet e fëmijëve të mi, për të ardhmen tonë. Po kjo punë bëhet duke mos qenë indiferent, duke qëndruar vetëm të presim të tjerët ta bëjnë një gjë të tillë, por duke filluar që nga vetja jonë. Si mund të ndihmojmë ne ta bëjmë më të mirë qytetin tonë, por edhe vendin tonë, të gjithë Shqipërinë. Çfarë problemesh shikoni në Fier, në qarkun e Fierit? Pra në qytetin e Fierit, në bashkitë e tjera që bëjnë pjesë në këtë qark, apo edhe pa diskutim edhe në zonat rurale pra të qarkut? Nuk e di ku do e vini të gishtin, si më thënë, si problem urgjent, vërtet shqetësues, prioritar pra për të ndërhyrë në Problemet më përgjigjen e të dyja sigurisht. vazhdo. Vazhdoj dhe Okej. më pas vazhdoj edhe unë. Problemet në qytetin e Fierit mund të jenë të shumtasi edhe në shumë qytete të tjera. Por ne ose të paktën do të përpiqem për të përmirësuar që të mos jenë në këto kushte në të cilat jemi. Një gjë që më ka goditur edhe vazhdon të më shqetësoj akoma, lidhet pikërisht me turizmin në qytetin e Fierit. Ka shumë pika turistike, të cilat janë shumë të bukura për të vizituar. Ka Mund një të vëni fytyrë disa. Meqë e që di me pse u pyes sepse unë vetja me origjinë nga andej dhe do doja ta dija më mirë se kur të shkoj çfarë të vizitoj, pra prandaj po e pyes. Po, që tek qendra Apollon. Gjithashtu njëkohësisht kemi Ardenisën, është Byelis, janë pika turistike dhe janë vlera për zonën dhe për krahinën, të cilat nuk kanë as rikonstruksione, as nuk promovohen që të ndiqen nga turistët ose të vizitohen nga turistët, si dhe kemi një vijë bregdetare e cila në të cilën nuk është bërë asnjë lloj investimi. Është Darzeza për shembull. Tarzez, Zeman, Pishpor, ndërkohë që atje mund të bëheshin investime shumë të mëdha, interesante. Mhm. Çfarë do të ketë më shumë Turqia, çfarë ka më shumë Turqia krahasuar se me zonën të cilën ne kemi? Janë investime të cilat mungojnë dhe e lënë qytetin që ë të mbetet në ato kufi dhe në atë zhvillim ekonomik aq të kufizuar. Kto mendoj që është një nga pikat të cilat do ta ndihmoj turizmin e Fierit, ekonominë e Fierit, po njëkohësisht edhe punësimin e të rinjve, sepse duke patur turizëm më të madh në Fier, ne mund të përfshijmë të rinjt duke u bërë guida dhe kështu kemi rritur edhe vendet e punës për të rinj njëkohësisht. Okej. Eva, çfarë problematike shikon si më urgjente në qarkun e Fierit? Atëherë ne dim shumë mirë sepse jetojmë, jemi nga Fieri, por lëvizim kudo në Shqipëri dhe është e vërtetë që Shqipëria ndoshta në vitet e fundit duket shumë e bukur nga jashtë, por ka shumë varfëri dhe shumë problematika në përditshmëri. Dhe për këtë arsye edhe unë e kam përshtafuar programin e partisë sonë sepse prek pothuajse të gjitha problemet e përditshmërisë të njerëzve në çdo qytet, por dhe në qytetin tonë. Unë shoh shumë problematika, do ta nis nga rinia dhe do të shkoj edhe deri tek mosha më e vjetër që kemi problematika të ndryshme. Zgjodha të flas sot për një pikë që e kemi dhe në programin ton, duke qenë se kam ndjekur dhe podcastet e tjera, jam prekur pothuajse të gjitha pikat. Do veçoja që kohët e fundit rritja e çmimeve në ushqimet, në shportën e përditshme, në shportën familjare, ndikon shumë tek mbarvajtja e jetesës. Dhe sot ne jemi dëshmi që përposë që nuk kemi një shtresë të mesme, por gjithashtu shumica e familjeve shqiptare mund ta them trots që mungon dhe djathi i bardhë. Dhe kur mungon djathi i bardhë në frigorifer kemi të bëjmë me një varfëri që prek shumë familje dhe është me të vërtetë për t'u dhimbsur. Dhe një nga pikat tona në programin ton është që familjet shqiptare të kursejnë ose të dalin me më tepër se 400 euro në vit secila familje, duke ulur çmimin e shportës familjare dhe çmimin e taksave në karburant. Pastaj secila pikë lidhet edhe me tjetrën, sepse kjo çon edhe në pikën tjetër që neve kemi në programin ton tek punësimi, sepse në momentin që rritet punësimi, rriten pagat dhe ulet edhe çmimi i shportës, patjetër që përmirësohet jeta në përditshmëri. Por problematikat janë të shumta, unë nuk do të veçoja një ose dy, ka shumë problematika që mund të rrinim të flisnim për Okej, një kohë shumë të gjatë. por në fakt, kjo që thoni ju, pra çmimet e larta ose kosto e jetesës, thënë Kosto e ndryshe, jetesës, po. është shumë e lartë. Në fakt edhe në gjitha sondazhet që janë bërë, paktën ka një 2-3 vjet që bëhen sondazhe me shqiptarët,
nga institucione të ndryshme prestigjioze edhe të huaja pra, dhe gjithmonë del kosto e jetesës si problemi kryesor. Problemi absolutisht kryesor. Pastaj i dyti del punësimi. Pra, si më thon, janë dy elemente të ekonomisë në një farë mënyre. Pra, kështu e kuptojnë njerëzit ekonominë. Pra, tek Sepse çmimet dhe a ka punë, a s'ka punë, pra në këtë ekonomi të vendit tonë. Dhe këto janë gjërat që i shqetësojnë më tepër, me sa duket kanë të drejtë, derisa edhe statistikat kur ne i shohim, ne i konfirmojmë këto. Se të është ndërteve. shumë e vërtetë dhe ndihet, sidomos dhe tani që ne po merremi me fushatën dhe po shkojmë në shumë familje dhe në qytete dhe në fshatra edhe një nga ankesat më të para që neve hasin është akoma që njerëzit me të vërtet vuajnë tek pjesa e çfarë të ham, s'kemi çfarë të ham. Domethënë mendojnë se çfarë të ham për mëngjes, për drekë apo për darkë. Dhe gjithmonë e kanë atë pjesën e kursimit dhe kjo vjen pikërisht nga ajo që nuk ja dalin dot. Dhe e thash edhe më përpara që secila pikë lidhet me tjetrën, pagat, papunësia, çmimet e larta dhe patjetër që bëhet e vështirë për familjet tona. Kuptoj. Po mirë, futja juaj në politikë, si do ndikoj? Për shembull, nesër le të themi do jeni në parlament. Unë uroj që t'jeni, secila prej jush. Faleminderit. Çfarë do ishte ajo nisma e parë që do ndërmerrnit si deputete të ardhshme në parlamentin e Shqipërisë, një nismë ligjore? Për çfarë fushë, për çfarë çështje, çfarë do donit të ndryshonit? Atëherë, po të flasësh? Okej. Për mua së pari është shumë kënaqësi që jam angazhuar në këto zgjedhje dhe kënaqësi mbigjithas që jam angazhuar me partinë e duhur, sepse kemi vënë re që ndonjëherë gjendesh në një parti edhe kur ti nuk e do fort atë parti. Unë jam nga ata njerëzit që po nuk mu përshtat vlera dhe në parimet e mia nuk e marr kurrë një rrugtim. Dhe ndihem shumë mirë që jam pjesë e Partisë Socialdemokrate. Kur kam lexuar, pjesën e planit që neve kemi me partinë tonë, ka qenë në parimet e mia dhe do të isha shumë e lumtur nëse unë apo cili nga ne nga fieri, sepse ne po punojmë të gjithë si një ekip. Për ne nuk është e rëndësishme kush del deputet nga fieri, por e rëndësishme është që si Njeri të ekip dalë të paktën. të dali njëri, por kemi potencial të nxjerrim edhe të dytin dhe po punojmë Okej. shumë, kështu që është një punë në ekip dhe po e bëjmë duke kthyer, si të thuash, edhe respektin kryetarit ton dhe suportit që po na jepet nga kjo parti. Kjo është primarja, pastaj fitojmë apo nuk fitojmë, është çështje tjetër dhe patjetër që kontributi jon do të vazhdojë. Personalisht, do ndalesha shumë tek rinia, duke qenë se un kam edhe një vlla vet 20 vjeç dhe e shoh që ai nuk është askund nisur edhe nga arsimi që neve kemi këtu në Shqipëri, sepse po të futemi tek arsimi, Floreta është mësuese, por mësuesit i ka rënë shumë autoriteti. Unë jam rritur me një brez që fjala e mësuesit ishte ligj dhe ajo frika në thonjza na ka mësuar një edukat dhe një vlerë shumë shumë të madhe që na ka ndihmuar të jemi sot këta që jemi. Kështu që arsimi dhe rinia do ishin 2 pika shumë të rëndësishme të cilëve unë do t'i jepja zë. Okej, po gjithsesi për ta kthyer pak më tutje, ndjes Florita. Ë për arsimin dhe rinin, çfarë do donit të sillnit? Atëherë, Ndryshe, pra edhe që mund të bëhet me anë të një ligji po themi në parlament. patjetër. Në Fier neve kemi dhe mungesën e universitetit dhe kemi dhe mungesë shumë pavarësisht se kohët e fundit janë futur dhe shkollat profesionale, Mhm. por mendoj që nuk kemi shkolla profesionale në shumë drejtime që secili të gjejë vetveten. Në mënyrë që secili të zgjedhë atë rrugtim sepse ka shumë persona që ndoshta janë të prirur për diçka të caktuar dhe nuk e gjejnë veten tek ato që neve tashmë i kemi në Fier, ose kanë shumë dëshirë që të ndjekin universitetin, por ekonomia familjare nuk i lejon që të lëvizin në Vlorë ose në Tiranë. Kështu që hartimi i një ligji për të risjellë edhe një herë universitetin në qytetin e Fierit do të ishte diçka shumë e mirë që do të ndikonte tek arsimi, por me arsimin më pas rritet dhe ekonomia, sepse të ketë Fieri një universitet sjell dhe pasojë dhe rritjen e ekonomisë në Fier E qartë. dhe ndihmon shumë mirë dhe të rinj, kështu që mendoj që Kjo do ishte kjo nisma do e ishte juaj. sepse unë e kam përjetuar vetë periudhën kur neve kishim universitet në Fier. Unë kam mbaruar universitetin në shtet, siç e theksova edhe më përpara,
Dhe në kohën time të lirë, pasi përfundova studimet, bëra edhe një universitet, nisa të bëj një universitet të dytë tek Universiteti Kristal që neve kishim në Fier, dhe ishte një ndihmë shumë e madhe për mua, për zhvillimin tim, i cili më ngeli në mes sepse u mbyll, kështu që e kam përjetuar këtë pjesë, ndaj them që një universitet në Fier do të ishte një ndihmë shumë e madhe, në çdo aspekt, jo vetëm për rinin. Okej. Loreta, kam përshtypjen se është një nisëm që mund ta përkrahnit edhe juve, por ndoshta keni edhe diçka tjetër që e shikoni si më prioritare. Pra nesër nëse do jeni në parlamentin e Shqipërisë, çfarë do ishte ajo gjë e parë që do doni të bëni? Realisht në interesin tim kemi ndodhur që jemi në të njëjtën vijë paralelisht dhe me programin e Partisë Social-Demokrate, po dhe me atë që unë mendoj se mund ta përfaqësoj dhe mund të punoj edhe në pjesën e parlamentit, nëse do të ndodhi. Dhe këtu do të doja ta filloja së pari me institucionin e familjes. Nëse do të na duhet, nëse duam që të kemi një komb edhe një shtet të fortë, duhet të kemi edhe një familje shumë të fortë. Dhe këtu kam parasysh që ne kemi nevojë të ndihmojmë si kryefamiljarin, duke i siguruar atij një punë të mirë, po njëkohësisht edhe e personin tjetër ndihmës, siç është edhe femra dhe gruaja, nëna, e cila në fakt përveç se do të përmbushë misionin e saj kryesor, vazhdimsinë e jetës, njëkohësisht merret me mbarvajtjen e punëve në shtëpi. Gjithashtu i është dhe ajo kontribuese në aspektin ekonomik në familje. Por të gjitha këto ka nevojë që realisht t'i lehtësojmë prindrit, të mos e çojmë kështu siç në kushtet që jemi, realisht ne nuk jemi duke ndihmuar familjen. Një ndihmë mendoj që do të vinte duke ulur kostot e jetesës për familjet. Tjetër, shpesh në mjediset në realitetin në të cilin jetojmë dhe kudo ndodhemi edhe përballemi, ka të bëjë pikërisht me familje, të cilat kanë vetëm një prind dhe mund të ndodhë që të jetë nëna, na duhet t'u japim ndihmë. Tjetër një problematik që hasim shpesh te familjet e reja është mungesa e një banese, mungesa e një shtëpie, një mjedisi ku ata të mund të kenë të ndërtojnë të ardhmen e tyre, stresën e tyre. Kështu që madje mendja është e rëndësishme në konceptin dhe në perceptimin tim që të mund të fillojmë me institucionin e familjes ta mbrojmë, pikërisht të mund të kemi dhe themele të forta për kombin dhe për shtetin tonë. Ashtu sikurse e vazhduam, pjesë edhe tjetër që do doja t'i kushtoja rëndësi lidhet edhe me aspektin ekonomik. Patjetër ne duhet të mbështesim bizneset e vogla dhe bizneset e mesme. Të gjithë e dimë në jetën tonë të përditshme që bizneset e vogla kanë taksa të larta dhe duhet të ulen taksat e tyre. Gjithashtu me të gjitha këto detyrime që ata kanë, realisht nuk ju japim dot jetëgjatësi për të vazhduar veprimtarinë e tyre. Nuk ju lëm dot mundësi atyre që të mund të kenë zhvillim të mëtejshëm. Tjetër që mendoj se do të ishte e nevojshme është pikërisht konkurenca dhe tregu i lirë. Duke e bërë që tregu të mund të zhvillojë më mirë pikërisht interesat dhe fokusin ku biznesi ka përparësitë e veta. Po ju mendoni që nuk është treg i lirë aktualisht? Është i kushtëzuar në konceptin tim. Në ç'më mënyrë? Është së pari vjen nga vetë pushteti në të cilën kur flasim i kushtëzuar, ne i kushtëzojmë tregun ton vetëm në produktet ushqimore, vetëm në ato më baziket dhe nuk i lëm dot hapësirë për të vazhduar me një produkt tjetër me risi dhe për të rritur dhe për të zhvilluar më tej. Pra e ka të kufizuar në punën që ai duhet të bëjë. Pikë tjetër mendoj që është e rëndësishme, duhet ta kemi parasysh në vazhdimsi. Mendoj që është arsimi. Është një nga pikat tona më të dobta momentalisht edhe shpesh hasim në vështirësi. Nëse do të flisja për arsimin, mendoj që në radhë të parë duhet të mendojmë pikërisht edhe për figurën e mësuesit, është një nga figurat e cila më së shumti është goditur si nga drejtuesit ashtu edhe nga prindrit, sepse shpesh kemi mësuar ose kanë mësuar që të gjithë kanë të drejtën e tyre. Dhe në fund këtë të drejtë e kërkojnë te mësuesi, por asnjëri prej tyre nuk e di se përpara se të kërkojnë të drejtën kanë edhe detyrime për një gjë të tillë. Tjetër që do doja të përmirësoja në pjesën e arsimit ka të bëjë pikërisht me kurrikulat. Kur flasim kemi nevojë për kurrikula të përshtatura për mjedisin dhe për realitetin tonë shqiptar. Shpesh i kemi marrë të huazuara nga shtetet e vendet të tjera më të zhvilluara se ne dhe i kemi bërë vetëm një përkthim, por nuk i kemi përshtatur për realitetet tona në të cilën janë. Dhe kjo në fakt na ka dhënë disfavor në këtë pikë. Okej, ju përmendët një numër çështjesh që janë prioritare në gjykimin tuaj, sikur edhe ju hava. Por mua më mbeti në mendje diçka që fokusi tek familja. Tani,
Ka pas disa debate se çfarë duhet quajmë familje. Pra këtë familjen tradicionale me burrë dhe grua, apo familje një lloj familje alternative ku jo domosdo janë të së njëjtës gjini. Si gjykoni ju, domethënë, bazat e forta të një shoqërie garantohen me pra ka rëndësi se si duhet jetë familja në kuptimin çfarë duhet quajmë familje atë midis një burri dhe një gruaje apo mund të jetë edhe 2 burra ose 2 gra ose pra si? Perceptimin tim, ndoshta mund të jetë edhe i gabuar, unë jam tradicionale. Kështu që familja për mua është babai, nëna dhe fëmijët. Ky është modeli që unë do doja edhe ta transmetoja në vazhdimsi edhe te fëmijët e mi dhe në të gjithë mjedisin përreth. Unë mendoj që kjo është familja. Po për ju Ava? Unë në jetën time të përditshme jam shumë suportuese ndaj çdo personi, ndaj çdo lëvizje, por kur vjen puna te familja jam shumë fanatike dhe unë jam fanatike e asaj familjes tradicionale shqiptare dhe është shumë e rëndësishme domethënë që të ngelemi tek familja tradicionale shqiptare, qoftë edhe në traditat dhe në vlerat që ajo ka. Pastaj nuk dua t'i futem shumë më tej këtij muhabeti sepse nuk dua të cënoj as edhe një person, secili tek e fundit ka të drejtën e vet ta jetojë jetën si të dojë, sikurse edhe ne kemi të drejtën tonë të kemi atë qëndrimin dhe mendimin tonë. Okej. Mirë, po të i kalojmë këtë çështje. Ajo do mbesë aty kam përshtypjen gjithmonë për debat, Patjetër, por përderisa do juve ketë shprehet qartazi qëndrimin tuaj. Ëm, Çfarë mendoni për zotin Doshi? Sa e njihni njëherë para punës? atëherë personalisht kam një vlerësim shumë të madh për zotin Tomdoshi. Për mua është një lider i duhur, një person që transmeton besim dhe ka dhënë një angazhim shumë të madh të jashtëzakonshëm duke ndihmuar shumë njerëz dhe ndihma e tij tek njerëz të ndryshëm ka ndihmuar që edhe të përmirësohet jeta e tyre. Në takimet e fundit që kemi patur me zotin Tomdoshi kam vënë në re dhe më ka bërë përshtypje ë që është një lider shumë i përulur dhe i respektuar nga të gjithë njerëzit dhe ai vetë respekton edhe mirëpret dhe suporton çdo person. Nuk ka rëndësi se kush është personi, është gjithmonë i gjendshëm aty, është një person që ka vlerat e duhura për të qenë drejtues, lider dhe mbi të gjitha është një njeri me një zemër të madhe. Po për ju Florita? Tani nuk është se unë do Si mund t'i ta përshkruanit pra po, me nuk është disa se unë do t'i jem shumë terma? larg edhe nga Havaja, megjithatë dhe larg edhe nga opinionet e tjera nuk besoj se do t'jem, ama unë në perceptimin tim mendoj që zoti Tomdoshi është një person i cili në thelb të karakterit të tij ka veprën, jo fjalën. Nëqofse e konceptojë në këtë mënyrë ka të bëjë pikërisht se shikojmë në përditshmërinë tonë që shpesh shumë politikanë mundohen që të konsumojnë dhe të ezaurojnë fjalën, ndërkohë që zoti Tomdoshi e bën këtë nëpërmjet veprave. Shembulli më konkret është pikërisht fakti që ai ju vjen në ndihmë pikërisht njerëzve të cilët kanë nevojë, e këtë gjë e bën pa bujë, pa kamera, pa u ekspozuar dhe pa shfrytëzuar në funksion të fushatës së tij elektorale. Dhe në një farë mënyre mendoj që ky është modeli të cilës i nevojitet shoqërisë së sotme shqiptare, një model i domosdoshëm ku ne kemi nevojë për deputet të së ardhmes, të cilët të mos të punojnë pikërisht për potencialin e tyre politik ose për mburjen e tyre politike, por të punojnë me përkushtim. Si është t'jesh femër në politikë? Për mua personalisht është sfidë që nuk duhet të rrequr pas. Dhe është sfidë më e vështirë se gjendja maskullore, se burrat. Pse? Sepse dashje pa dashje, ose ndoshta është çështje mendësie e shoqërisë shqiptare, ose e periudhës dhe mbase në të rësi është një periudhë kohë e gjatë, ku ne vim mbi shpatullat tona gjithmonë jemi me përgjegjësinë më të madhe kundrejt familjes. Po kundrejt familjes kemi impenjimet në familje dhe në qoftë se, më fal, impenjimet në punë, por në qoftë se marrim përsipër edhe impenjimet në punë dhe në qoftë se duam që të plotësojmë dhe të realizojmë veten tonë, patjetër na duhet shumë më tepër punë, më tepër impenjim dhe më shumë më tepër lodhje. Ndërsa për mua është diçka shumë e bukur, edhe jam shumë mirënjohëse që mu dha mundësia të jem në këtë kandidim
Nuk e shoh veten jam një femër apo s'jam një femër, sepse sfidat i kam qef në përgjithësi dhe asnjëherë nuk i marr sfidat jam një femër apo jo, por nga ana tjetër më bëhet qefi që të përfaqësojmë edhe ne ndoshta një fytyrë të re të politikës dhe ndoshta edhe me ato femrat e duhura sepse çfarë nuk po na shohin syt sot, kështu që pse jo, të kemi dhe shembuj të tillë. Dhe këtë nuk e them vetëm për vete dhe Floretën, dhe për ekipin ton të Fieri që ka vajza dhe femra të mrekullueshme, por në tërësi partia jon kam vënë re në çdo qytet me të vërtetë që ka element dhe femra shumë shumë, të duhura, të zhvilluara dhe më bëhet vërtet qefi shumë. A mendoni që, ëm, për shembull në listën e Fierit, po edhe në përgjithësi në Shqipëri, ne kemi 1/3 e, kandidatëve që janë të gjinisë femërore në fakt. A mendoni që ka më shumë se sa aq, duhet kishte më shumë se sa aq apo është kjo ndonjë çështje e rëndësishme? Personalisht mendoj që nuk është shumë e rëndësishme, por është një nisje e mirë. Ndoshta në zgjedhjet e ardhshme mund të kemi edhe më tepër, ndoshta mund të bëhemi ne frymëzim për shumë femra të tjera dhe pse jo dhe një krah dhe një shpresë për femrat e tjera që mund të vinë, por unë e shoh si një nisëm të mirë, kështu që më duket që jemi në rrugën e duhur. Okej. Po në fushatën tuaj, specifikisht, kur shkoni e takoni njerëz, keni ndonjë preferencë për të takuar më shumë gra për shembull se sa burra apo vetëm për shkak se jeni vetë në këtë gjini? Unë në eksperiencën time, që kam punuar dhe me kompanitë huajse që e theksova dhe më përpara, jam marrë me të dyja gjinit. Personalisht nuk e kam problem. Kam një debulesë shumë për, moshën e madhe, sepse më japin, një ngrohtësi dhe një dashuri dhe nuk e di, kam një debulesë për moshat e mëdha dhe me kënaqësi kur i takoj, i dëgjoj dhe, e reflektojnë edhe në sytë e tyre vështirësi dhe problematikat që mund të kenë dhe më duket vetja në sytë e tyre sikur jam një shpresë që nesër mund të bëhet edhe më mirë, këtë gjë më transmetojnë, kështu që, nuk e shoh këtë diferencën femër apo mashkull, por më shumë më ka bërë për vete, shtresa e tretë. Po mirë, duke mbetur vetëm 1 sekondë me ju. Ëm, pra mosha e tretë. Mosha e tretë, po. Çfarë i flisni pra për çfarë i flisni moshës tretë? Për çfarë çështje? Një nga problematikat që kam hasur më shumë dhe që qahen më shumë, mosha e tretë është që kanë ngelur vetëm. Ne shkojmë tashmë jo vetëm në Fier, por edhe nëpër fshatra dhe shikojmë ose një gjyshe ose një gjysh vetëm ose një gjyshe bashkë me bashkëshortin e vet dhe pra nuk shikojmë rini, nuk shikojmë nusen, dhëndrin me fëmijët apo dhe personat e tjerë, shikojmë vetëm 2 pleq ose 1 plak në një shtëpi të vetmuar dhe problematika e parë dhe halli i parë që ata na shfaqin është që kemi ngelur vetëm. Tani që na ikën fëmijët, për çfarë na duhet ne që të votojmë, kur ne na kanë ikur shpresat. Kështu që kjo është ajo që më Çfarë i thoni atyre? Domethënë çfarë zgjidhje u jepni? Përveç se i ngushëlloni sigurisht që kjo është normale ta bësh dhe është njerëzore ta bësh. Po si kandidat që përfaqësoni një alternativë politike, jo thjesht humane në kuptimin ngushëllim për tjetrin që është njerëzore ta bësh tash, po politike, që i bie të marrësh ca masa, i bie të premtosh që diçka do ndryshojë. I thoni diçka apo Kjo është unë në mendimin tim është një pikë shumë e vështirë, sepse është shumë e vështirë të sjellësh diasporën në Shqipëri. Por nëse neve fillojmë të rrisim ekonominë, të rrisim të japim rëndësi punësimit, arsimit, të rrisim mirëqenien këtu, mendoj që edhe vetë ata që janë larguar do ta kishin më mirë të jetonin këtu në vendin tonë, sesa të jetonin diku tjetër. Sepse takohemi shpesh dhe mua më ka rënë rasti shpesh të takohem edhe në shtetet e tjera me shqiptar dhe gjëja e parë që na thonë është që sikur të ishte pak më mirë Shqipëria do vinim direkte, domethënë e kanë gjithmonë në mendje të rikthehen. Kështu që mendoj që po të bëhet më mirë Shqipëria në ato pika që neve i kemi dhe pjesë të programit ton, mendoj që ata vetë do kthehen, jo të gjithë normalisht sepse e thash që është një pikë shumë e vështirë, por që mendoj që zemrën e kanë këtu, familjarët e tyre i kanë këtu dhe është vendi i tyre, pse jo. okej, Floreta, po juve kur takoni njerëz në fushatën tuaj, nuk e di, domethënë, keni dhe ju një lloj fokusi në ndonjë grup moshë ose kategori të caktuar pra që takoni apo
s'ka fare një lloj Jo, nuk mund të them që kam një fokus të veçantë në grup mosha të caktuara, por ose ë gjini, se pyeta për gjinin çfarë? po, në pjesën e gjinisë ka ndodhur që të kemi takuar edhe burra edhe femra. Realisht mbështetjen e kemi patur edhe nga gjinia maskullore, por rehatin, të jemi të sinqertë, rehatin dhe mënyrën që ne mund të mbështesim, ajo çfarë ne mund të mbështesim më shumë është pikërisht gjinia femërore. Dhe patjetër që edhe ato e kërkojnë edhe ne jemi më tepër vetvetja, pikërisht se e dim se cilat janë pikat tona të dobta dhe e dim cilat janë pikat tona të forta. Ku mund ta ndihmojmë njëra tjetrën dhe jo ta shikojmë veten si sfiduese me njëra tjetrën, por ku të mbështesim njëra tjetrën për të rritur dhe për të qenë faktor ndikues. Sepse prezenca e një femre kudo në të gjitha mjediset, sado të ashpra dhe të vështira që të jenë, është e sigurt që ato i zbehin ose i sfumojnë më tepër ashpërsitë kudo në çdo lloj mjedisi, qoftë edhe në parlament, qoftë edhe në përkëshilla, kudo në të gjitha, besoj për këtë jemi të ndërgjegjshëm, që gjinia femërore i zbut dhe i neutralizon pak më mirë situatat nëse do të ishin vetëm gjinia maskullore. Ju na sollët tu një, po e themi për të gjithë tani, një baklava të shkëlqyer, të jashtëzakonshme, nga qyteti i Firit dhe kjo e bëri pak më të këndshëm edhe podcastin ton, mund ta themi. Faleminderit që ju ka Ë, pëlqyer. sigurisht nuk mund ta themi nga cila pasticëri erdhi se kjo do konsiderohej reklam dhe ne nuk mund të bëjmë reklama falas këtu. Ne vazhdojmë Ë, të i qëndrojmë traditave që kur shkojmë diku për herë të parë, çojmë diçka, ëmbëlsirë për t'u pritur mirë apo edhe për ta bërë edhe personin apo familjen apo njerëzit që po na presin që të na presin ëmbël dhe të ndihen mirë, kështu që besoj që ky ka qenë qëllimi, por e kemi edhe si vlerë dhe si shenjë respekti. Edhe po të vish në shtëpitë tona, unë nuk e di, besoj dhe juve duke qenë se jeni nga Fieri, edhe po të vish në shtëpitë tona asnjëherë nuk del me duart bosh. absolutisht, kur. Mamaja ime Ë, ta jep edhe si me detyrim diçka me vete dhe i ngel qefin nëse nuk e merr. Kështu që ëm, në fushat, në këtë fushat që ne jemi dhe ju jeni vetë, po shikoni përveç fushatës tuaj, natyrisht edhe fushatën e kandidatëve të tjerë, po edhe të partisë në përgjithësi që mund ta ndiqni qoftë virtualisht, qoftë nga media, edhe me të dëgjuar fundja, mund të keni dëgjuar diçka sepse fundja fare, diçka që ndodh diku përhapet edhe diku tjetër, mjetet tashmë janë. Pra ne si parti, kandidatët tanë në përgjithësi, edhe në qarkun e Firit, po edhe në gjithë Shqipërinë, çfarë shikoni që po bëjmë siç duhet bërë? Pra që po e bëjmë në mënyrën e duhur. Çfarë shikoni që ka diçka që mund të ndryshojë, përmirësohet, rritet, ndryshohet? atëherë, dua të them edhe këtë gjë që mua më bëhet qefi që e kam kapur Partinë Social-Demokrate në një momentum, sepse ndjej që është në një rritje në këto momente dhe sidomos në këto zgjedhje që neve jemi. Ajo që neve na veçon, nga partitë e tjera në këtë fushatë, së pari do thoja është që po punojmë si një ekip, po suportojmë njëri tjetrin pa parë së pari atë fitimin dhe kush do fitoj personalisht, pra fitimin personal dhe po kandidojmë dhe po bëjmë fushat duke shfaqur vlerat tona, duke shkuar tek njerëzit ashtu sikurse neve jemi. Ndryshe se sikur po veprojnë dhe partitë e tjera që në mendimin tim janë për të ardhur keq, sepse fushata në vetvete partitë duhet të tregojnë vlerat dhe duhet të tregojnë dhe programin e tyre, jo të dalin të bullizojnë dhe të japin një shembull jo të duhur, kështu që mendoj që parë në sytë e mi dhe nëse nuk do isha kandidate, do isha simpatizante e Partisë Social-Demokrate për vlerat që po transmeton. Okej. Unë mendoj që në perceptimin tim, Partia Socialdemokrate është një parti e cila është akoma në fazën dhe në etapën e saj duke u rritur, ndryshe nga dy forcat e mëdha politike të cilat në këto 30 vitet e fundit në një farë mënyre kanë bërë rrugëtimin e tyre, kanë shpalosur programet e tyre kur kanë qenë në pozitë, kur kanë qenë dhe në opozitë dhe në një farë mënyre ato janë edhe ezauruar, janë konsumuar. Kemi nevojë që të krijojmë dhe të vijë një forcë tjetër politike për të sjellë edhe risi. Ajo çfarë mua personalisht më vendosa që vendosa të isha deputete, kandidate, më falni, kandidate për deputete në Partinë Lum goja, kështu që po e tërheq, pse jo? Është lapsus i mirë ky. Kështu që që në atë moment e shoqërova bashkë me një vendim tjetër, që e gjithë fushata ime politike, fushata elektorale do të ishte një fushatë pozitive, duke mos u munduar që të nxirja në pa
anët negative të forcave të tjera politike. Dhe këtë pozitivitet të cilën unë e kam nga ana ime, e shikoj edhe tek ekipi dhe tek grupi me të cilën punoj. Por Mhm. realisht është e përgjithshme pothuajse për të gjithë fushatat elektorale në të gjitha qytetet e tjera të Partisë Po mirë, një Socialdemokrate. pyetje kam. Dakor, ju keni një fushatë pozitive, Po. ju vetë. Ëm, po për shembull kur njerëzit ju thonë nuk durohen më këta, u lodhëm me këta, e kanë fjalën gjithmonë për partitë e E tjera, tjera. pra PS-ja, PD-ja, se për ato flasin përgjithsisht. Pra fillojnë thonë diçka, pra shprehin atë zhgënjimin e tyre. A Po. thoni bëni ndonjë koment apo i lini fare? Lërini ata, mos u merrni me ta. E thoni diçka apo vazhdoni me pozitivitetin tuaj, pra ne do bëjmë këtë gjë për ju? Çfarë thoni? Si domethënë si trajtoni këto lloj situatash? Realisht në rastet unë personalisht jam munduar që të mos e vazhdoj këtë ngarkesë negative që vijnë për subjekte të tjera partijake, të jemi sinqert. Mhm. A, më sepse kjo gjë e kam, si të thuash, e kam bërë duke shpalosur programin tonë që ne kemi parti. Dhe tjetra që unë mendoj dhe është një mendim i imi personal, realisht nëse ne jemi vim nga qytetet e vogla dhe jemi në një fushat elektorale ku gjithsekush do të përpiqet të bëjë më të mirën e mundshme, të mund të marrë çfarë mund të marrë, aq sa mund të marrë, duke shfrytëzuar të gjithë kapacitetet dhe mundësitë e veta. Por ama, ne nuk kemi kundërshtar me njëri tjetrin. Ne nuk kemi armiq me njëri tjetrin. Dhe ne pasi të përfundoj edhe 11 maj në qytetet e vogla, të gjithë ne me njëri tjetrin përsëri do të përballemi, përsëri do të përplasemi. Dhe në këtë përballje dhe përplasje nuk mund të mbajmë dot mërit e këtyre ngjarjeve që kanë ndodhur përpara 11 majit, sepse do të na rëndonin dhe do të na peshonin në personalitetin dhe në karakterin tonë. Mirë, ju kuptoj. Ju po thoni për të ruajtur një lloj etike Po, në fushat. po, Kjo është normale, por nga ana tjetër nuk po flasim për sulme personale. Pra, kur po flasim për fushat që mund të jetë jo gjithmonë pozitive, ndonjëherë bëhet edhe negative, kjo nuk nënkupton sulmet personale, po flasim për sulme politike. Pra që nëse ti e sulmon dikë, e sulmon si kandidat të një force kundërshtare me tonën dhe që është përgjegjëse po themi për gjendjen në të cilën është vendi aktualisht. Kjo nuk ka pse merret si goditje personale që godet po themi dhe lëndon personalisht ndokënd. Sepse për aq kohë sa një kandidat ka dalë publikisht aty është përgati që edhe ta sulmojnë pikërisht për kandidaturën e vet publike, jo si sulm personal, jo si ku diun krye familjari që vepron kështu me familjen e vet, jo për këto, s'po flasim për këtë gjë. Ava, E por vërtetë juve, është. domethënë sa pozitive jeni në fushatën tuaj, po dhe sa negative? Nuk mund ta mohoj që patjetër që më bezdis fushata e partive të tjera që edhe partisë politikës aktuale në Shqipëri, sepse bie ndesh me parimet e mia dhe unë jam një re që jam pro kandidimit të ndershëm ku secili të shpalos vlerat e veta dhe le të jetë populli ai që vendos se kë vlerë do të zgjedhë dhe kujt kandidat do t'ja japi voton e vet. Ë, Pavarësisht se çfarë ankesash kanë njerëzit, un kam zgjedhur ti dëgjoj, t'ju jap të drejtë sepse i dim të gjitha se çfarë ndodh në Shqipëri dhe çfarë ka ndodhur më tani. Nuk e vazhdoj duke vazhduar negativitetin në bashkëbisedime që mund të kem me ta, pra duke folur akoma edhe më keq apo duke thënë dhe realitetin sepse në fakt është realiteti, por vazhdoj duke folur për atë që neve mund të bëjmë dhe duke u kërkuar që njerëzit të jenë më të hapur dhe të kenë edhe shpresë për t'i dhënë mundësi dhe të rinjve dhe pse jo dhe Partisë Socialdemokrate që të provojë veten, sepse nëse ne si popull çoj veten tek populli tani nëse un jam një vajzë që nuk po kandidoj në këtë moment apo çfarëdo lloj personi tjetër, nëse unë nuk i jap mundësinë dikujt që ta provoj veten, atëherë unë nuk kam nga ta di nëse ky ë do të jetë i duhuri apo jo, sepse njerëzit janë shumë të zhgënjur dhe thonë që të gjithë njësoj janë, të gjithë njësoj do të jenë, të gjithë do vjedhin, do bëjnë, por në momentin që nuk u jepet mundësia që ta tregojnë veten, atëherë nuk kemi si ta dimë, kështu që ka ardhur koha që t'u jepet mundësia edhe të rinjve dhe partive siç është Partia Socialdemokrate e cila i ka treguar deri më tani dhe vlerat e veta, që ta tregojnë veten dhe kjo vjen edhe nga mbështetja që mund na japi neve populli. Mirë, çfarë do t'i thonit juve, që jemi këtu, çfarë do t'i thonit një vajze të re nga Fieri
dëshiron të hyjë në politikë, po ka frikë nga paragjykimet. Atëhere është shumë e rëndësishme këto zgjedhje dhe çfarë do lloj zgjedhje që mund të ketë edhe në vazhdimsi nuk kanë të bëjnë thjesht me një kandidim, sepse njerëzit kur neve përballemi në përditshmëri, thonë ha se ti ke interesin tënd personal, normalisht i do thuash fjalë të bukura dhe të gjitha këto, por nuk është thjesht tek interesi jon personal apo tek zgjedhjet ku neve jemi. Është tek e ardhmja jon, tek e ardhmja e vendit ton dhe tek e fëmijëve dhe brezave të tjerë që do të vinë. Sepse unë e shikoj në këtë mënyrë, nëse pushteti nuk ndahet në disa parti dhe i lihet vetëm një partije pushtet absolut, atëhere nuk kemi të bëjmë me një shtet, po kemi të bëjmë me pronën e dikujt që mund të lëvizë gishin dhe të zgjohet një mëngjes dhe të vendosë të hartoj çfarëdo ligji të dëshirojë. Por në momentin që pushteti ndahet dhe u jepet mundësia disa partive të jenë pjesë apo disa deputetëve dhe kandidatëve të jenë pjesë e parlamentit të Shqipërisë, patjetër që edhe nëse del një ligj do shqyrtohet nga disa mendje, jo vetëm nga një mendje. Kështu që unë kështu e shoh dhe këtë thirrje u bë që t'u japin mundësi të rinjve, t'u japin mundësi pse jo kandidatëve tanë të Partisë Socialdemokrate dhe të na japin mundësi që dhe ne të tregojmë veten tonë. Florida, po juve çfarë këshille do t'i jepni? Çfarë do i thonit kësaj vajzës së re që ka një ëndër, ka dhe frikën se mos paragjykohet, pra për të hyrë në politikë? Kam një mendim tim personal, edhe të them të drejtën, çdo kush mund të marrë që ka dëshirë dhe mendon se mund të përfaqësojë zërat e shumë personave, patjetër që duhet të kandidojë për deputet. Por gjithsekush mado mendja e di vetë momentin e dur se kur i vjen çasti i dur që të marrin dhe të ndërmarrë një veprim të tillë. Pse? Ndoshta duke e thënë dhe pak në mënyrë metaforike do thoja, është gati gati si krahët e një zogut. Është gati se ato krahët të mund t'i rash, të jenë të fortë dhe të mund të jesh në një gjendje që të fluturosh nëpër hapësira dhe në sfida të reja, sa i Zoti do të jesh. Dhe kur vjen ky moment, gjithsekush asnjëri nuk do të ndalet dot që ta bëjë një gjë të tillë. A është çështje moshe kjo? Se kur fillojnë të forcohen krahët aq shumë sa ja del, e i përplas dhe rrin në ajër dhe hyn në politikë dhe është momenti i dur për të hyrë, apo jo? Ndoshta po, edhe ndoshta. Po juve për shembull s'jeni njëjta moshë. Unë mendoj që përvoja mbi kurisë e shumë persona të cilët e kanë përvojën e tyre, mund të jenë më tepër të përgjegjshëm, realisht të jenë më të kujdesshëm në pjesën e vendimarrjes, në pjesën e kostove që marrin përsipër, në atë çfarë ata mund të bëjnë dhe mund të mos të bëjnë, mirë ose keq. Është mendim personal. Sigurisht. Patjetër Ëh, që pjekuria është shumë e rëndësishme, aq më tepër kur flasim për drejtimin e një vendi dhe të jesh një person që ke ndikim te drejtimi i këtij vendi, kështu që luan një rol shumë të rëndësishëm pjekuria, përvoja dhe eksperienca që mund të ketë një person. Por nuk mund të lëm paprekur që sot kemi edhe shumë të rinj që janë ekselent, që mund të jenë përfaqësimi i duhur. Unë jam pro suportit të rinjve, por atyre të rinjve që me të vërtetë e kanë arritur ato pjekurinë, sepse pjekuria ndonjëherë nuk do të thotë që të jesh 30, 40 apo 50 vjeç, sepse kemi dhe shembuj që janë nga 50 dhe nga 60 që akoma nuk e kanë arritur atë pjekurinë, kështu që kemi dhe un kam shumë shpresë tek rinia dhe shikoj që është zhvilluar shumë dhe vetë tranzicioni që ne po kalojmë ka element shumë shumë të mirë që mund të ketë përfaqësim shumë të mirë. okej, koha ka ecur, unë do ju ftoja që t'jepni një mesazh për ata që na ndjekin, për elektoratin tuaj dhe elektoratin tonë si parti, në Fier, po edhe në gjithë Shqipërinë. Atëhere do ju thoja që të ndiheni të lirë që të votoni, mos të ndjeni në asnjë moment frikën, sepse tek e fundit vota është personale, bindja është personale, jeni ju që i dini shumë mirë se çfarë është duke ndodhur në Shqipëri dhe shikoni realitetin e përditshëm dhe kërkojmë që pse jo të na besoni ne dhe me besimin tuaj t'ua kthejmë në vepra dhe në suport dhe gjithmonë do të keni persona që janë të gatshëm t'ju hapin telefonin apo t'ju ndihmojnë me mbarvajtjen që do të ndodh në Shqipëri në vazhdimsi, pse jo? Për mua do jetë kënaqësi. Ë 11 maj është duke ardhur shumë shpejt. Ja, unë do doja që të ftoja që të gjithë personat të mund të shpalosin të drejtën e tyre, të drejtën për të votuar dhe të mos të tregojnë indiferent. Të mos presin se çfarë do të bëjë Shqipëria për ta,
por të jenë ata që mund të bëjnë më mirë për Shqipërinë. Më kujtohet John Kennedy këtu, Po. me këtë shprehje Po. mos pyesni çfarë mund të bëj Amerika për ju. Amerika për ju, por shikoni çfarë mund të bëni ju për Amerikën. Po. Ne mund të zëvendësojmë fjalën Amerikë me Shqipëri dhe jemi në rregull apo jo? Në vërtet. Tek e fundit populli është ai që është më i fuqishëm, kështu që është ai që do të japi drejtimin e duhur dhe un kam besimin që këto zgjedhje do të jenë zgjedhje të duhura. Këto do jenë zgjedhje historike, sepse jemi në kushtet kur shkënjimi është shumë i madh në popull, dhe ky shkënjim i madh ka nevojë për përfaqësim. Njerëzit ose do rrinë në shtëpi, të zhgënjur totalisht nga politika në përgjithësi, ose do zgjedhin t'i besojnë dikujt që s'ka përgjegjësi për këtë situatë krijuar, dhe siç e ka thënë zoti Doshi shpesh, ne s'kemi mbajtur asnjëherë si Parti Socialdemokrate ndonjë post qeveritar dhe prandaj s'mund të jemi përgjegjës për këtë që ka ndodhur në vendin tonë, pra për 1 milion njerëz në kushte ekstreme varfërie, për shërbime publike me cilësi të dobët ose të munguara e me radhë e me radhë. Kështu që është një situatë e cila pra situatë sociale që është e dëshpëruar, mirëpo është një situatë politike e cila është, po themi, e favorshme në kuptimin që krijohen mundësi për ne, për alternativa reale të besueshme si ajo e Partisë Socialdemokrate, që të gjejnë një vend dhe mbështetje në popull. Unë do t'ju falenderoja për pjesëmarrjen tuaj në këtë podcast, do t'ju uroja suksese në 11 maj dhe ju pafsha në parlament. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit. Atëherë faleminderit të nderuar miq që ndoqët këtë podcast, do ritakohemi bashkë herën tjetër në episodin e radhës Nën Mes Jush.